Duke u sill në tavaf është lloj namazi, përse në tavaf lejohet me fol. Po nuk fol, nuk bën muhabete të kota. I kthyer ka Allah me zemrën e tij në namaz të quajtur tavaf, duke u sill rreth tavafit, i kujtohen gjenerata që këtu janë sill. Këmbët e Ibrahimit asëm aty kanë prek, këmbët e Muhamedit asëm aty kanë prek, e të shumë pejgamberëve, e të shumë dashamirëve të Allahu xhallahu ala aty kanë prek. Andaj të kujtohet ky karavan i gjatë i të devotshmëve. Dhe pyetesh, a thua vallë, a jam i denj, a jam e denj që t'jem në këtë karavan? A thua vallë, çfarë kam bërë që Allah më ka nderuar e t'jem në këtë karavan? Çfarë duhet bërë që ta ruaj përkatësinë time në raport me këtë karavan? Kjo është ajo që të përcjell kjo ndjenjë. Duke u sjellë çapës, paramenon gjitha ato kujtime të këndshme, historike, nga fillimi i njerëzimit e deri në fund, që lidhen me çapën, që lidhen me sjelljen rreth një objekti që realisht ne Allahun e adhurojmë e jo çapën.